Atëherë, General Prenga, konflikti në lindjen e mesme është futur në ditën e 17, edhe dita e sotme nisi me sulme nga të tre palët e përfshira në konflikt. Pak minuta më parë, Teherani goditi Abu Dhabin dhe ambasadën amerikane në Irak, ku Izraeli pretendon se ka vrarë numrin 2 të Iranit, Ali Larianin, shefin e sigurisë. Ndërkohë që nga ana tjetër, shtetet e gjirit po i bëjnë presion Trumpit. Çfarë po ndodh dhe si ju duket intensiteti i operacioneve ajrore ndaj Iranit? Si që ju e theksuar nga momenti i datës 28 kohët të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, ose të ndryshe Izraeli së bashku me Shtetet e Bashkuara, goditën Iranin apo ndërmorën operacionin luftarak fazën e dytë, duke marrë në konsiderat luftën 12 ditore të vitit të kaluar mes Izraelit dhe Iranit, por dhe një goditje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do thosha që është faza e dytë e operacioneve luftarake mbi Iran. Natyrisht intensiteti i goditjeve nga ajri dhe nga deti, por kryesisht nga ajri, i Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit ka luhate të vogla të intensitetit, por në përgjithësi është mbajtur i njëjti intensitet goditjesh, duke realizuar një numër do thosha relativisht shumë të madh, kryesisht të objektive ushtarake që bëhet janë më shumë se 7.000 objekte brenda për brenda Iranit, si dhe eliminim duke filluar nga lideri suprem dhe të liderëve të tjerë drejtues si të nivelit ushtarak ashtu edhe të nivelit politik. Natyrisht ndryshe nga viti kaluar, do thosha që Irani tashmë u gjet jo i pa përgatitur, por i përgatitur do thosha edhe shumë mirë për reagim. Dhe kjo ka bërë që fuqia dhe kapacitetet e Iranit për të reaguar, sidomos me raketat balistike dhe me dronët Shahed, ka bërë që të përfshi gjithë lindjen e mesme, duke goditur jo vetëm objektet ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë patur në përdorim, por duke dalë edhe matan tyre. Kjo ka patur një shënim mendoj unë nga Irani, që të mund t'i përfshite këto vende në favorin e vetë, por që fatkeqësisht ka bërë efektin e fundët, dhe ato jo vetëm që nuk janë në favor, por janë edhe një pjesë të tyre kundra Iranit dhe veprimeve të Iranit, sidomos gardës revolucionare, për të goditur vendet fqinjen që kanë patur dhe do të kenë marrëdhënie të që janë në të njëjtë pushat e tjera me interes reciprok. Kështu që në të gjithë reagimin e palës iraniane mendoj se ka ndikuar mbështetja e dukshme dhe e padukshme e Rusisë dhe Kinës. Kam bindjen që edhe në nga momenti fillimit të goditjeve, reciprokisht dhe të reagimit e Iranit, kam bindjen që ata janë prezent me teknologjinë dhe teknikën e tyre bashkohore, duke lehtësuar edhe duke mundësuar Iranit goditjet në disa pika kyçe, paçka se nuk jepen për si më themi opinionin publik informatat e dëmeve të shkaktuara nëpërmjet goditjeve tyre jashtë edhe atyre objekteve që kanë qenë në përdorim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një operacion luftarak i ndërsjellë, paçka se, si mund të themi, kontrollin e pjeve të ajrit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, po të thuhet që e kanë gati 100% mbi Iran, për të gjenden mundësi dhe hapësira që raketat balistike iraniane, por edhe dronët të lëshohen dhe të godasin objektivat të përcaktuara apo në një rast edhe objektivat të pa përcaktuara për arsye të ndikimit, si mund të themi, të mbrojtjes kundërajrore, të mbrojtjes ajrore të vendeve dhe të përfshirjes së teknologjisë për të realizuar asesimin e tyre para në objektiva. Ndjes, a do lëvizësh pak fare mbrapa se duket i prerë? Okej, aty fiks. Atëherë, forcat izraelite pretendojnë se ka vrarë Ali Larianin, kreun e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, një figurë kyçe e regjimit dhe lidhur ngushtë me gardën revolucionare.
Sipas mediave ndërkombëtare, Izraeli po përgatitet për 3 javë të tjera luftë, duke vënë në shënjestër programin raketor dhe industrinë mbrojtëse të Iranit. Ju si e shihni? Për të konfirmuar nuk jemi në ata që do ta bëjmë dhe kjo do të jetë relativisht e vështirë, gjithsesi qëndrojmë në pritje për të konfirmuar zyrtarisht vrasjen e shefit njëri nga më radikale do thosha të Iranit, kurse për sa i përket vazhdimit të operacioneve luftarake, mendoj se mund të jetë në afërsinë të kësaj kohe që Izraeli përcakton, pasi atyre ju ka marrë, si po themi, kohë të mjaftueshme edhe godita nga ajri në Iran, por njëkohësisht edhe godita nga ajri dhe operacionet toksore, që tashmë janë intensifikuar në Liban, për të goditur dhe asgjësuar një nga organizatat terroriste ose dora shtrirë e Iranit, Hezbollah. Kështu që unë besoj që kjo do të jetë me javë, në fundi i këtij muaji apo maksimalja mezi i prillit, mendoj që operacionet luftarake me realizimin e shumicës të objektivave ku nisi operacioni luftarak, mendoj se do të jenë të realizuara. Por mbase një nga objektiva që Izraeli e ka synim kryesor, vëzimi i regjimit, ky duket sikur do të jetë disi i vështirë dhe komplikuar si ekuacion. Pasi qeverisë, kudo që ato janë, pavarësisht mënyrës se si drejtojnë vendin e tyre, kam bindjen që është e vështirë që të ndodhë rrëzimi, rënja atyre duke eksportuar ndryshime apo demokraci. Baza asaj që ndodh në raste të tilla dhe që përbën të mundur ndryshimet, rrëzimet e qeverive dhe organizimin e zgjedhjeve për të patur një shtet më demokratik edhe për të patur më shumë liri dhe të drejta për qytetarët, mendoj të realizohet nëpërmjet lëvizjeve masive, protestave dhe reagimeve të qytetarëve të vetë Iran. General Prenga, a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e zvarrisin luftën qëllimisht për të dobësuar burimet ushtarake të Iranit? Cila është strategjia e saj? Kjo pjesë që ju theksuat është dhe mbetet në strategjinë e çdo pale kur futet në një operacion luftarak apo në luftime. Detyrimisht që në qoftë se marrim në konsiderat prodhimin e industrisë ushtarake, nuk mund të lëvizë në kohë lufte apo konflikti paralel me ato që shpenzohen. Sepse vetëm dronët mundet që në këtë periudhë kohore të prodhohen dhe ato me numër të reduktuar, kurse për sa i përket raketave, llojeve dhe tipeve të tyre balistike pa fol për ato hipersonike, kam bindjen që është tepër e vështirë për të prodhuar në ndryshim dhe goditjet nga ajri të predhave dhe bombave të kundërshtarit. Kështu që edhe kjo hyn në taktikat e një strategjie për të dobësuar kundërshtarin, për ta lodhur dhe për të marrë kohën e nevojshme, ose më saktë për ta tërhequr në pikën ku pala tjetër mendon se është më superiore dhe në raport pastaj për të mund ta goditur dhe për të shpallur fitoren e atyre objektivave që ka patur në fillim të operacionit luftarak. Kjo është një nga, sepse rezervat sado që ata s'kenë prodhuar nuk janë të panumërta, dhe si që përsita raporti i asaj që hedh në atë që prodhon, është gjithmonë në favorin e kësaj të fundit, pra që e hedh dhe hedhja nga shtatet e lëshimit të raketave është shumë herë më lehtë, sepse një buton ka dhe në të cilën e sekondës ai shkëputet, por dëmi ekonomik dhe çfarë ti ke kapacitetet e industrisë ushtarake për ta zëvendësuar, kjo do kohë, edhe sikur të ishe në kushte të tjera faqësore. Kështu që edhe kjo hyn te taktikat si finale, mendoj unë se taktikat e dobësimit të kundërshtarit dhe të tërheqjes së kundërshtarit në fushën apo në zonën ku ti je më superior. A mendoni se Trump po i ushtron presion Europës për të mbrojtur ngushticën e Hormuzit? Unë mendoj që ky presion është normal, sepse aty kalon 20% ose 1/5 në shkallë botërore e furnizimit me naftë, gaz, edhe në produkte të tjera që shkojnë gati tek Nigeri, të cilat do të vështirësojnë ekonominë botërore, transportin, do të rrisin kostën e çdo lloji
zëri që provohet për nevojat ditore të qytetarëve. Në këto kushte nuk preket vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por preken shumë vende në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërëtor, kështu që ato e kanë për detyrë për të dhënë kontributin e tyre, mendoj unë. Pa çka sa presidenti Trump nuk është i kënaqur me përgjigjet dhe gatishmërinë që ata kanë treguar deri tani, kam bindjen se në një farë mënyrë ato janë prezent tashmë në gjirë, në lindjen e mesme, në gjirin e Hormuzit, kam bindjen e kushtit të Hormuzit, por po presin për të formalizuar qëndrimin dhe angazhimin e tyre. Kjo ndikon e duhet parë në dy këndvështrime, mendoj unë se këndvështrimi i parë është deklarimi që të bëjnë presidentët ose apo kryeministrat e vendeve respektive në raport me pasojat që kanë, si për votuesit e tyre, ashtu dhe për qytetarët e vendeve. Por kjo ka edhe një risk, se në qoftë se deklarohesh, atëherë detyrimisht do marrësh edhe një rrezik mbi vetë. Pra, rreziku i reagimit nga ana e Iranit. Kurse për të qenë, unë mendoj që Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia, edhe vendet e tjera janë tashmë si pjesë e NATO-s prezent, duke ofruar jo vetëm ato strukturat e tyre që kanë ushtarake, por duke ofruar edhe mjete drejt për çdo drejti kryesisht nga ari dhe det. Sipas një analize në të përditshme The Guardian, lufta në Iran mund të çojë në rrëzimin e Trump, pasi është thellësisht jo popullore, dhe rritja e çmimeve të naftës do të thotë çmime të larta afatgjat në gjithë sektorin për amerikanët. Si mendoni? Kjo mbetet për të parë dhe kam bindjen që kjo është edhe një shtys tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli të mund ta përfundojnë këtë operacion luftërak sa më shpejt jetë e mundur, që koha po e them nga qershori e deri në nëntor në zgjedhjet e mesme të Kongresit të mund të përmirësoj imazhin presidentit Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse nuk do të mund të arrijë, por që unë mendoj se do të arrijë, atëherë do t'i kushtoj shtrenjtë dhe opozita dhe qytetarët amerikanë, siç nuk e kanë përkrahur në masë, do thosha të lartë përqindje, nga 70 deri në 80%, nuk e kanë përkrahur këtë operacion luftërak, kam bindjen që kjo do të përkthehet në votë dhe do të jetë në dëmin e qeverisjes nga ana e Trumpit. Jo si president, por si kryetar i shtetit me problematike që do të ketë në dhomën e ulë dhe Kongresin Amerikan, në qoftë nuk do arrijë të sigurojë numrin e nevojshëm për të zbatuar ato objektiva me cilat ai u paraqit fushat dhe fitoi presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këto kushte kam bindjen që kjo do ta nxitoj edhe më tepër përfundimin sa më shpejt të këtij operacioni luftërak, njëkohësisht edhe atij me bisedimet që kanë filluar me presidentin e Rusisë Putinin, mes Rusisë dhe Ukrainës. Të dyja këto konflikte mendoj se duhet të përfundojnë përpara vjeshtës së këtij viti, në të kundërt imazhi i presidentit Trump do të jetë shumë i dëmtuar dhe do të jetë tepër e vështirë që ai të mund ta kurojë në një kohë të shkurtër dhe të rrisë të arrijë mbështetjen që dëshiron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e nëntorit. Përse Gjermania ju bashkua e fundit konfliktin ndaj Iranit? Ka shumë faktor, por unë do të doja të theksoja atë pjesë që është më e rëndësishme, që përcaktohet pas luftës së dytë botërore, qëndrimet e palë dhe ndikimi që ka pasur tek Gjermania, aq sa dhe kushtetuta e saj deri vonë nuk e ka lejuar një gjë të tillë. Tashmë Gjermania është e kujdesshme në vendimin që merr, duhet të jetë e kujdesshme në vendimin që merr, dhe ka menduar më shumë për rritjen e kapaciteteve të brendshme ushtarake se sa të ndikimit në arenën ndërkombëtare. Gjithsesi, ajo me hezitim, por jashtë bashkuar, pa çka se vendimi ka qenë disi ndoshta jo i dukur dhe i shpejt në reagim ta. Sipas jush, edhe sa do të zgjasë konflikti në lindjen e mesme, si e parashikoni të jetë situata në vijim? Unë mendoj që kjo do të mbështetet dhe do të jetë mbi bazën edhe të objektivave të domosdoshme që janë kalifikuar për të arritur,
dhe një pjesë e madhe e tyre sipas deklaratave të Trumpit janë tashmë realizuar. Edhe besoj që me çështje e javësh duhet jetë dhe unë do thosha në pikpamjen time sipas mendimit tim personal që mundet në mesin e prillit maksimal atje fundi i këtyre operacioneve luftarake. Natyrisht që mund të ketë probleme edhe në pastajme, por fakte për një farë kohë do të jetë qetë aq sa mundet situata që secili të kthehet në territorin e tyre dhe të mund të merret me problematika që tashmë lufta ka shkaktuar. Për arsye edhe të ndikimeve siç e përsërita në ekonominë botërore. Çfarë ndikimi ka në vendin tonë për shkallëzimin e luftës në Iran? Këtu është relativisht e vështirë, por këti ndikimi në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërësor nuk i shpëtojmë dot. As ne e as kush. Pasi është aspekti ekonomik të pari, është risku dhe rreziku për të përfshirë se ne tashmë jemi të përfshirë. Për sa kohë jemi bërë pjesë e bordit 1, për sa kohë kemi marrë Mekun, Mujahedinët që janë vendosur në Durrës, për sa kohë nuk kemi ambasada. Pra, i kemi hequr reciprokisht trupin diplomatik që ki pasur me Iran edhe Iranin në Shqipëri, dhe për mënyrën se si qëndrimet e diplomacisë shqiptare të shprehura në përdet ministrit jashtëm apo kryeministrit të Shqipërisë, Evropisë Shqipërisë, do thosha që janë për krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kundër Iranit rreziku ekziston në njërin krah. Krahu tjetër është që gjithmonë kur ka konflikte të tilla siç është Rusia angazhuar me Ukrainën, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli të angazhuar me linjën e mes me Iranin, atëherë edhe brenda rajonit të Ballkanit ata që duan tradicionalisht të hapin konflikte, dhe ata të cilët kanë qenë gjithmonë kundërshtarë jo dashamirë të shqiptarëve kudo që jetojnë, jo vetëm në Shqipëri, ky rrezik ekziston dhe është, do thosha, imediat edhe për ne. Kështu që unë do përfitoj nga rasti për të bërë thirrje kulturore dhe shtetërore, për të marrë e analizuar situatën dhe për të marrë masat e duhura preventive, aq sa ne kemi kapacitetet dhe mundësitë, si në aspektin ushtarak, por edhe atë diplomatik. General, Shqipëria shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit, ku rezoluta e Partisë Socialiste u miratuar sot me 79 vota pro. Çfarë mendoni për këtë rezolutë dhe a duhet të merrte pjesë opozita? Unë mendoj që është disi e komplikuar kjo situatë. Ne jemi shprehur hapur tashmë pro Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe veprimeve të tyre të ndërmarra, për sa kohë ju bashkuam Bordit të Paqes, e në vazhdimsi e kemi shprehur se gatishmëri, do kishte mendoj nga kjo vendimi duhur, por mbase koha në të cilën u zgjodh, mbase kjo le vend për të diskutuar. Sepse drejt për këtë drejti ne nuk kemi mundësi për të vepruar, as për të ndikuar, as për të mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thjesht është aspekti diplomatik dhe i deklaratave që mund të bëhen. Mbase do duhesh një kohë e dytë me maturi për të bërë e për të mbajtur një qëndrim që ne në takon në akahije e për të thithur brenda saj në përfundim në votim edhe deklaratën finale për të përthitur e për të bërë pjesë të saj edhe opozitën shqiptare. Pasi shqiptarët janë një dhe nuk janë dy, nuk mund të bëhen dy. Kështu që në këtë lloj qëndrimesh për fatin tonë jo të mirë tregojnë egon personale duke harruar përfaqësimin e kombit. Ndërkohë, General, Serbia është duke u armatosur dhe duke investuar në sistemin e saj të mbrojtjes. Çfarë mund na thoni për blerjen e raketave kineze nga Kina? Sipas jush, pse po i bën këto lëvizje Vučić? Vučić ka dy arsye mendoj unë. Së pari për forcimin e kapaciteteve operacionale, kapaciteteve ushtarake, për të patur, jo për të si të mbrojtur nga kërcënimet e Ballkanit që mund të ketë, po ajo duket hapur që është për veprime sulmuese. Së dyti, për të kënaqur krahun radikal në Serbi
sepse aja është edhe në prakt të zgjedhjeve dhe, si më themi, figura ti nuk është më aq popullore sa të siguroj në një mandat tjetër, kështu që me këto kushte ai ka luajtur dhe ka ditur të luajtur, do thosha, shumë bukur për veten e vet, për krahun radikal të Serbisë, por nuk janë kaq lajme të mira për sa i përket kthimeve në Ballkanin Perëndimor sidomos. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Mirupafshim, punë të mirë.